Sektori jonë kryesor me 12% të GDP-s është ndërtimi. Dhe punonjësit e ndërtimit vdesin në përskela, dëmtohen, kputen dhe nuk dëmshpërblehen, madje në rastin e aeroportit Vlorës vdesin dhe as mundime për hetime nuk ka, që mos na mërziten ata që kanë projektin. Sektori i turizmit, që presupozohet jetë shpëtimi jonë ekonomik kombëtar, është zero përfaqësim dhe aty shqiptarët po përjashtohen për të preferuar sklever të rinj nga Filipinet, Bangladeshi dhe të tjera. Në finale, kë punëtor shqiptar punojnë dhe si po i mbronë? Mos flasim për gazetarë, pastaj se në lloj gjë. Po ta kursej. Kthehemi prap aty nga u nisëm. Nëse ne nuk do të përfaqësohemi dhe bashkëpunojmë në mënyrë institucionale, gjithmonë do të kemi të njëjtën situatë. Që do thotë, nëse ne nuk do të kemi një kontratë kolektive në shkallë kombëtare, një kontratë kolektive profesioni për gjithë punonjësit e turizmit, një kontratë kolektive për gjithë punonjësit e ndërtimit, një kontratë kolektive për të gjithë punonjësit e fasonerive apo tjerë me radhë. Dhe masanej le të ndeshen sindikatat poshtë ndërmarrje, por ama në mënyrë korniza ligjore duhet jetë e kompletuar. Realisht në Shqipëri nuk ka ligj as për kontratë kolektive, as për sindikatat, as për zgjidhjen miqësore të mosmarrëveshjeve kolektive të punës, dhe thjesht masani strukturat kontrolluese ligjvatuese janë kthyer në një OJF. Nëse sindikatat nuk janë OJF, po janë shoqata që ushtrojnë dialog social dhe nënshkruajnë kontraktim kolektiv, institucionet kontrolluese si inspektoriat. Shteti është kontrata e vërtet sociale, po pra ju po thoni që s'kemi kontratë sociale. Po shteti një palë, me kënë shteti, kush ka palë tjetër? Nuk ka kontratë sociale. Nuk ka absolutisht, sepse po t'ishte kundra palë tjetër, shteti duhet që normalisht në gjithë ato pak të 27 vende, pa ato të tjera që ne pretendojmë me shku shumë shpejt me pasaportë europiane, të pak të njëherë në vit apo dy herë në vit, kryeministat e gjithë botës takohen me sindikata qoftë edhe formale. Kemi pas një praktikë shumë të mirë me qeverinë Meksi, me qeverinë Nano, masanej erdhi duke u harru. Tani jo vetëm kryeministri apo ministri, po edhe një drejtori është e pamundur me të hap telefonin, apo do të shkosh të rrish 4 ditë mas dere që ta presish për një rast ose një ankesë apo një shqetësim për ta futur në rrugë institucionale zgjidhjen. Dhe nëse Kol Nikola po pret pasaportën europiane që ti rrugë. Nëse ne do të shkojmë në protestë, nëse ne do të shkojmë në protestë sepse një punëtor i ka dhënë vërejtje për largim nga puna, unë nuk e shoh të arsyeshme. Unë e shoh të arsyeshme që të funksionojnë mekanizmat e zgjidhjes probleme. Kur vdesi duhet shkojmë gjithë në burg. I pari duhet shkoje pronari, i dyti sindikata, i treti inspektorati, i katërti ministri dhe me radhë. Kanë vdekë sa dush dhe s'ka shku askush në burg. Sepse gjithmonë faji janë lënë viktimës, fatkeqësisht. Bariaba për ta mbyllur? Nëse institucionet nuk kanë frikë nga sindikatat, ky është problemi i sindikatave. Janë raport institucionale. Po pa, institucionet funksionon me presion politik. Sindikatat duhet i rrëmbejnë dhe të fitojnë të drejtat. Atëherë bëjmë Sali Berishën kryetar sindikate që të kenë frikë qeveria. Nuk e prisja nga ju. Po kështu, nuk bëhet me frikë. Domethënë unë prisja shumë gjëra nga ju, po kjo ishte e keqe edhe për standardin tuaj ishte e keqe kjo, zotë. Jo, kam respekt. Jo, e di që ke respekt, po flasim për respektin dhe punonjësve. Bariava, të lutem, se ta ndërprem. Për ta mbyllur, po them që sa më fort të jetë lëvizja sindikaliste, aq më shumë mbrojnë të drejtat e punëtorëve, aq më shumë shëndoshet një sistem demokratik dhe aq më mirë është për vetë shoqërinë. Jo vetëm për punëtorët, por për të gjithë. E kuptoj. E fundit, Nikola, në 2026-ën, nëse nuk ka ardhur akoma pasaporta europiane, drejtat e punëtorëve si do janë? Më keq se si vjet? Besoj që do të ketë përmirësime, sepse tani ne na ashtu dhe një forcë pozitive që është çështja e integrimit evropian. Do apo s'do qeveria, do apo s'do ashtu, sepse ne jemi në kontakt për ditë, të paktën të dy konfederatat e sindikatave që nga ky vit janë bërë pjesë kandidat të ESC-s, të Këshillit Ekonomik dhe Social Bashkimit Evropian, ku ne po raportojmë çdo muaj, kemi edhe ne një stafe për integrimin, po bëjmë një punë jo paralele, por kryesisht po përpiqemi të marrim pjesë dhe në grupet e qeverisë në Tyrezat për kapitull dhe grup kapitull të ndryshëm, por besojmë kemi një shpresë që kjo
procedurë e integrimit europian e përshpejtuar do të jetë një lloj tërmeti dhe në marrëdhëniet institucionale të qeverisë, jo vetëm me sindikatat, por me të gjithë aktorët, qoftë dhe me opozitën, qoftë dhe me shoqërinë civile. Unë flas për tërmetin e Brukselit. Besoj që Brukseli dhe standardet, unë e di që janë në minimumin e domosdoshëm, vetëm dje, se ndoshta është koha për ta mbyll, është ne kërkuam policisë, në bazë ligjit ne informojmë policinë që do bëjmë një protestë në sheshin Nën Tereza dhe policia na kthen përgjigje që sheshi Nën Tereza është ambient publik, nuk ju lejohet protesta, do merrni lejm bashki. Policia e shtetit. E kupton se çfarë? Jo, ne do dalim, ne s'do pyesim fare. Se nuk mund qojmë 2.000 vete, 5.000 vete burg policia. Problemi është... kujdes se mos rrezoni Ramën. Problemi, jo, Ramë ndërzo populli me votë. Ne një herë në 4 vjetë shku me votojmë. E qartë, faleminderit Kol Nikolla, faleminderit Kosta Barjaba. Faleminderit ju. Ne do kalojmë një shkëputje publicitare, do rikthehemi, do flasim për rinumërimin, me që votohet një herë në 4 vjetë, por rinumërohet sa herë vjedh qeveria. Rinumëron për ditë. Publicitet.